Cila është ana e errët e resorteve në Turqi? A ja vlen me të vërtet dhe pse ka një çmim kaq të ulët? Sot do ta zbulojmë bashkë. Momentalisht ndodhem në Antalya, eksaktësisht midis Konakris dhe Alanias. Dhe sa kam paguar për një aftu, do ua them në fund. Video do ndet në 7 kategori të ndryshme: location, food, a la carte restaurant, aktivitete, plazh, çmim dhe shërbim. Filloj me location, siç thash jemi në lagjen Konakri të Antalyas. Përgatituni sepse për të ardhur këtu do 2 orë rrugë me autobus. Transferi vonon pak, ju ndalon dhe në një vend rrugës që po më dëgjot mua, mos pini kafe atje. Do pini kafen më të shtrenjtë dhe më të shpifur të jetës tuaj, më besoni. Dhe para se të vini, siguroni të keni fjetur mirë, sepse niseni rreth orës 2 nga Tirana, më saktë arrini në aeroport në orën 12 dhe arrini në hotel rreth orës 9 të mëngjesit. Me një transfer nga hoteli mund të shkoni edhe në Alania dhe në Side, por edhe në disa atraksione të tjera turistike. Punkter, zgjodha Konakrin. Zona e Konakris, sidomos është e njohur për pazaret, ku mund të blini suvenire të ndryshme, gjëra artizanale, ëmbëlsira turke dhe normalisht gjatë tipike të zonës. Pra siç thash, 2 orë larg, locationi 8 nga 10. Tani, gjëja e parë që bën kur vjen në hotel është check-ini. Dhe check-ini vajti goxha lehtë. Sa po erdhëm në hotel, na pritën, na morën valixhet, i çuan në lock room dhe më pas bëm gjithë letrat e check-init, dokumenta, firma dhe karta në dorë. Edhe pse për ditën e parë ndodhi një problem i vogël me dhomën, pasi dhoma jon nuk ishte disponueshme dhe na dha një dhomë tjetër, por edhe ajo ishte goxha e mirë. Dhe ditën tjetër na e ndruan. Dhoma ishte kjo që po shikoni këtu. E vogël por me të gjitha kushtet. Sa hyn, panjën djathtas dhe një dollap majtas. Më pas, krevati, komod, jo super gjigant, dhe astëkët ishin aty. Unë me astëkët kam një problem shumë të madh. Nuk e gjej dot kurrë ideale. Normalisht, brenda ishte minibari që është i përfshirë, duke qenë se ky hotel është ultra all inclusive. Dhe dhoma gjithashtu kishte një balkon mjaftueshëm të madh, 2 karrige dhe një tavolinë për të shijuar mbrëmjen, por është shumë vap. Nuk rrihet aty. Një gjë e keqe e dhomës, televizori në pjesën më të madhe të hoteleve ku kam vajtur nuk është smart. Kështu që nëse vini dhe doni të shikoni filmat tuaj, ju këshilloj laptopin dhe një HDMI me vete, ashtu siç bëra unë. Nota për dhomën 8 nga 10. Tani flasim për shërbimin. Si ishte shërbimi në këtë resort? Shërbimi në përgjithësi mjaft i mirë. Siç thash, sapo erdhëm, na morën valixhet, na i çonte vendi, pastaj erdhën, na i çonte dhoma dhe ditën tjetër prapë të njëjtën gjë për këmbimin e dhomës. Çdo ditë pastrohet dhoma dhe mbushet frigoriferi i vogël dhe pastaj në çdo cep të resortit keni pijenga më të ndryshme dhe të gjithë kamariet janë gati aty për çdo gjë që të duhet. Madje edhe kur nuk do gjë, të vjen të pyesin, do të pish apo jo? Normalisht, e njëjta gjë vlen edhe për në plazh, edhe për në pishinë. Por jo çdo gjë është perfekte. Në këtë hotel normalisht ekziston dhe room service, pra shërbimi në dhomë. Ose telefonon nga telefoni, ose kanë një website apo stafat ku je i regjistruar dhe nga aty mund të kërkosh çfarë të duash. Dhe unë atë provova. Ora është 5:01, bëra një porosi për ujin, njohim se ku do vi. Dhe klipi përfundimtar ku shërbimi në dhomë erdhi nuk ekziston. 2 mund të jenë gjëra që kanë ndodhur. E para, ose na kishin inat dhe nuk donin ta sillnin gjë. E dyta, dhe ajo që mund të ketë ndodhur me të vërtetë, është fakti që duke qenë se na regjistruan ditën e parë në një dhomë tjetër, në website ku bëra kërkesën vazhdon të dilte dhoma e vjetër dhe jo dhoma e re. Pra praktikisht janë nisur për të sjell ujë në dhomën tonë, por e çuan te dhoma e vjetër, jo te dhoma e re. Por prapë nuk heq faktin që është një gabim nga ata, sepse nuk ndryshuan regjistrimin e dhomës së re. Por shërbimi në përgjithësi 7.5 nga 10. Tani kategoria e re, aktivitetet dhe zbavitja. Aktivitetet në resort janë të shumta. Nuk marrën kurrë. Nga mëngjesi deri në darkë, praktikisht ke vetëm 1-2 orë pushim gjatë ditës. Kjo gjë bëhet edhe e bezdishme ndonjëherë, sepse në çdo sekond dhe në çdo vend ku ndodhesh ke gjithmonë një person të stafit animatorëve që vjen dhe të thotë: "Tani kemi water gym, tani kemi masazh, tani kemi këtë, tani kemi atë." Chill brother, kam marrë të relaksohem. Por sido që të jetë, disa nga aktivitetet i provuam: water gym, darts, beach volley, shumë vap, nuk ua këshilloj, dhe aktiviteti më të bukur dhe shikoni çik më vonë. Apo dhe një gjë tjetër që mos ta harroj, brenda ka 2 gjëra kryesore. Game lab për të gjithë fëmijët ose të rriturit që duan të shkojnë të luajnë ose të kapin lodra. Dhe normalisht palestra, gjë që para se të nisesh thash do shkoja ditë për ditë. Sa ditë shkova, e ka qenë mbyll. Por palestra në fakt kishte të gjithë mjetet e nevojshme dhe pamje nga deti. Por nuk kanë mbaruar këtu, sepse çdo darkë në orën 9:30 ka aktivitete të ndryshme që bëhen te amfiteatri, por jo vetëm te amfiteatri, por edhe te pista në det, ku bëhen aktivitete të ndryshme ose party të ndryshme, siç u bë dje ditë të shtune, white party. Mendoja se do ishte një gjë cheap, jo shumë e bukur, por në të vërtetë realizimi ishte fantastik. Ja vlente për të vajtur. Ndërsa te amfiteatri, për të gjithë ata që kanë fëmijë, keni mini diskon e fëmijëve. Mund t'i lëshoni aty dhe të luajnë. Pastaj aktivitete nga më të ndryshme, akrobacira, music quiz, bingo, për një numër mund të kisha fituar. Dhe gjatë të tjera si këto. Dhe për të gjithë ata që nuk duan këto gjëra, por duan të relaksohen, spaja
është aty. Sauna, dhoma kripës dhe masazhet hamam janë të përfshira në çmim. Ndërsa pjesa tjetër janë me pagesë, rreth 50 euro për shërbim, 70 euro për shërbim. Por pa merak sepse edhe nëse harron ju, do vinë çdo 8 minuta aty ku jeni dhe do a kujtojnë. Pra, me një notë përfundimtare, aktivitetet në resort 9 nga 10. Nëse jeni tip që doni të bëni shumë gjëra, super të këshilluara. Dhe tani erdhi momenti për aktivitetin më të bukur të pushimeve, ushqimi. Ka dy mënyra se si mund të hash ushqim këtu. Një, bufeja all you can eat ku çdo gjë është e përfshirë. E dyta, restoranti à la carte, që janë dy. SeaWorld dhe një që është Italian Cuisine, që njëherë i keni të përfshirë falas dhe atë. Fillojmë flasim për bufen, sepse nuk ka fund, literalisht, nuk ka fund. Ka aq shumë ushqim sa nuk di ku ta çosh. Fillon nga buka dhe buka. Për të përfunduar pasaj normalisht e gjellra të ndryshme, ushqimi tipik turk, por jo vetëm, sepse çdo natë kishte një tematik të caktuar ushqimi. Mexican night, Turkey night, Japan night, e të tjera si këto. Dhe cilësia e ushqimit ndryshe nga ajo që mendoja ishte shumë e lartë, por duke pritur që ishte një bufe, prisja diçka normale le të themi, por kualiteti ishte fantastik. Normalisht kishte të gjitha vaktet e përfshira deri në orën 10 mëngjesin, 12:30 me 2:30 drekën dhe 6:30 me 9 darkën. Por për gjithë ata që han edhe pas darkës, ishte edhe midnight snack. Prisja patatina e gjatë të tilla, por praktikisht ishte ajo që haj në dark, mund ta haj edhe në 12 të natës. Dhe kur them që çdo gjë ishte shumë e mirë, mendoni faktin që unë nuk ha mëngjes. Këtu, në 7 ditë, kam ngënë më shumë mëngjes se ç'kam ngënë në 28 vite jetë. Ndërsa në fundjavë për të gjithë ata që çojnë vonë, është dhe late breakfast 10 me 11. Kështu që mund të çojeni me terezi. Por do ju them pse nuk duhet të çojeni me terezi. Pak më vonë kjo. Nota e përgjithshme e ushqimit 9.5 nga 10. Tani flasim për à la carte restorant. Restoranti që teorikisht duhet ishte më i miri, teorikisht. E para e punës duhet të prenotoje, por prenotimi duhet bërë ditë para, sepse ziheshin vendet dhe nuk e kuptova pse, sepse ditën për shembull që ishim ne, gjysma ishte bosh. Një ditë në javë është pushim, në rastin ton e mërkur. Por një gjë nuk kuptova, duhet të zgjidhej një main course, pra pjata kryesore, dhe praktikisht ti në menu përveç asaj nuk zgjidhe asgjë tjetër. Gjë shumë e çuditshme duke qenë se një à la carte restaurant, si thot emri à la carte, ti zgjedh se çfarë ha. Por në këtë rast nuk ishte kështu. Ne zgjodhëm paraprakisht një fileto salmoni me disa gjëra të tjera. Si pjatë, shumë e mirë. Të gjitha pjatat e tjera që erdhën random, pra zgjidheshin nga restoranti. Të njëjtat për të gjithë. Sa të mira disa jo dhe aq të mira, si ëmbëlsira e fundit, po më mirë mos flasim për atë. Nota përfundimtare à la carte restaurant 6 plus nga 10. Tani kalojmë flasim për dy kategoritë e fundit. Plazhi dhe çmimi, bashkë me pishinën. Fillojmë flasim për plazhin, nuk e prisja që uji ishte në këtë gjendje fantastike. Të gjithë personat që pyeta më thanë që në Alania uji nuk është aq perfekt, sidomos si jemi mësuar ne në jug të Shqipërisë. Por këtu në pjesën e Konaklis është fantastik. Uji kristal, nëse keni qenë në Himar, është i njëjtë. Ndërsa plazhi vet është një miksim midis rërës dhe guralezëve të vegjël, por rërë me të vërtet ka shumë pak. Ndërsa brenda në ujë vetëm guralez. Vija bregdetare nuk është shumë e gjatë, është pak e vogël, por për mua mjaftueshëm. Nëse do mund të rishte shezlonet buz detit ose të ngjitesh te pista. Tani do ikim të provojmë pierin, pra atë pjesën platformës sipër ujit se si është nëse ja vlen apo jo. Ku ka dhe krevate të ndryshme. Pastaj është dhe një pistë tjetër ku në sipër ndodhen kabanat. Ato nuk janë në çmim. 125 euro dita nëse doni. Një gjë negative ama për plazhin, shezlonet nuk janë shumë. Ky hoteli bën një llogarin që ka 304 dhoma, mesatarisht 600 deri në 700 njerëz. Dhe shezlonet nuk janë aq shumë, kështu që për t'i zënë duhet të çojeni para në mëngjes. Prandaj ju thashë, nëse jeni njerëz që çojeni vonë, nuk është vendi për ju. Ka njerëz që zbresin orën 6:30 për t'i zënë. Un kam zbritur rreth orës 7:30 dhe kam gjetur të lirë. Nëse flasim për pishinën, pishina është mesatare, as e vogël, as shumë e madhe dhe është një në gjithë hotelin. Ose më saktë 2, sepse është pishina për fëmijët dhe pishina për të rriturit. Ku lanë dhe fëmijët. Nuk është shumë e thellë, 1,40 m, e pastër dhe lehtë aksesueshme me të gjithë shezlonjet që janë përreth. Por i njëjti problem si me plazhin, nuk ka shumë, keni kujdes. Ndërsa pishina e vogël për fëmijët është si një aquapark i vogël, edhe pse këtu në resort ndodhet edhe një aquapark më vete, vetëm për fëmijët. Pra nëse jeni familjar dhe keni fëmijë, ky resort vlen shumë për ju. Nota në përgjithësi, sidomos kjo notë rritet shumë për ujin, që ishte kaq i mirë, 9 nga 10. Tani jemi në përfundim dhe flasim për çmimin dhe për kostot, nëse ja vlen apo jo. E di që po i mbaj çik sytë shtypur tani, po shumë diell, nuk kam çfarë bëj. Flasim për çmimin. 2 veta në këtë resort në datën 27 korrik deri në datën 2 gusht 2090 euro. Pak apo shumë, këtë e vendosni ju. Ky është çmimi që pagova për të ardhur këtu. Mu duk i arsyeshëm sidomos për të gjitha gjërat që ofrohen. Pra flasim për një resort
në Antalya, në Conakry të Antalyas, ultra all inclusive, pra çdo gjë e përfshirë. Eksperienca ime është pozitive. Ishte hera e parë që isha në një resort të tillë dhe ishte hera e parë që isha në Antalya. Pra si hera e parë për mua është super aprovuar. Edhe për çmimin, duke qenë se jemi në një sezon të lartë turistik. Normalisht nëse vini në qershor ose mbas edhe fillim korriku, çmimet janë pak më të ulta. Për çmimin që paguan, ja vlen shumë. Normalisht në zonë ka dhe hotele që janë super më luksoze se ky, dhe çmimet janë super më të larta, ose hotele që janë edhe më të lira. Për shembull, ky është një hotel me 5 yje, por pak më larg tip është një hotel me 4 yje që kushton më pak se ky. Por review-t i kishte po prap të mira. Pra, e gjitha është se çfarë po kërkon. Pra si përfundim, a janë një scam dhe nuk ja vlen hotelet në Turqi? Jo. Ja vlen super shumë. Dhe kjo, si eksperienca ime e parë këtu, më bëri të kuptoja që sa të mira janë dhe pse të gjithë njerëzit vinë këtu nga e gjithë bota. Sidomos Rusi dhe Gjermani. Ndërsa shqiptar nuk pash më shumë se 2 familje këtu brenda. Nota totale e resortit 8.5 nga 10. Nëse kjo video ju pëlqeu, si gjithmonë like, comment, subscribe në kanal dhe ne shihemi në videon e radhës.